Kallzova, dhe më thonë. Cëllës mi besu, a Albulenës që dhëtë mos dilni? A Glaukut e Albulenës e këtyre që dhëtë dilni tash? Po ka ndru dhe strategia, po ka qenë gabim? Se i kena ro pishman. Vish Glauku po dhëtë i ka ro pishman. Kërkush të se ka thonë. Glauku për interpreton këtë punën që u konë gabim. U konë gabim, se lëvizja vendosje, nëse e manin mend dikush, për pos në 2021, ku 2021 realisht ka pos nevojë me bo fushat, se ka bo fushat këtë populli për ta, ose një pjesë e madhe popullit për ta, edhe shumica e studive televizive kanë qenë, o ditë fitoria masive, plebiscitare që do tjetë, aty kanë mujtë me shku të shpia, me thonë nësë dole misë as fushat, as kur që një të vota i këshin marë. 2025 ta është viti i parë, ku lëvizja vetë vendose, angazhohet në fushat të ashpër negative, dhe kur vendos mi bojkotu studio televizive. Për para ka bojkotu ka një studje, vizdia e monin men. Kur thëshim s'qesim kravata, kravatat i kam bëjqitëshin studio televizive gjatë fushatës zgjellore. Lëvizja vetë vendosja e cila dilke protesta, gjujke me gur policin, gjatë fushatës zgjellore u konë komplet bashkëpunu se bëshin fushata me zemër. Pro, lëvizja vetë vendosja gjithmonë e ka ndru përkohësisht natyrën e saj gjatë fushatës zgjellore. Veç fushatën e kalume zgjellore ka thonë për paraqes që ato që shjem. Ta është për tegër, se dojmë kërkëm këtë shoshni, këtë kush janë kundër neve janë armiq, këtë kush janë kundër neve janë me Shërbi, këtë që to i ka thonë. E vetë mja fushatë e sinqert ka qenë 2025-ës, e lëvizjes së vendosjes. Këto fushatë atjera janë mashtruse, që bergëzimi e din. Bergëzimi e din, se edhe kjo ka një pjesë të fajt për mashtrimet elektorale gjatë fushatë e lëvizjes së vendosjes. Kjo e din shumë mirë, që lëvizja vetë vendosje e ka në rull kurën. Prej ujku të bon kënë që më fushatë zgjellore. Ne, dim atë punë. Atë kujtohet kur një Kosovë dhe ke s'po qesin kravata, Dilka Albini lëvizja dhe Visari lëvizja vendosje dhe shës, do të me qitë kravata, sot me qitë kravata. Emisioni parë në zgjedhjet nacionale, Albin Kurti me kravatë. 2017. Kështu që jemi dëshmitar të vendosjes kravata. A e din sot ka përmend Berat Ljohu? Ka përmend. Po s'pjo, thëmën e përket, po thëmë e din një qysh u bo. Këtë transformi lëvizja vetë vendosje, gjitha ka bo fushata. Edhe juve ju ka përmend për mirë, Ramaboj. Po, Ramaboj ka përmend për mirëve. Në këtë studio, Ramaboj për herë poru përmend për mirë. Bashkë në kryesijet. Dhe që shtu është tërma kjo farë punë. Pro, këtë që apëndohë lëvizjen vetë vendosje, që tash është lëvizja vetë vendosje qysh nuk dënë me qenë në fushatat zgjedhore. Pa nuk dënë me qenë as e butë, as që shtu qysh po bënë Glauku, që është një intervjist fantastike. Kjo Glauku mundet me qenë, po vetë vendosje asë kështu. Se vetë vendosje reale, është vetë vendosje Albulena Agjiut vitit kalum. Vetë vendosja reale, është vetë vendosja fushatës zgjedhore 2025-ës, ku këti shërmiq. Vetë vendosja reale, është vetë vendosja e hajvanave. E deklarata të hajvanave, që ajo është vetë vendosja që na e kena po gjatë kohë sa ka qenë pushtet. Pra ndaj për thëmë reale, so nëse di, nuk jem hi brenda tëve për me e po si ndihen ata brenda individualisht. Por vetë vendosja e qeverisjes, është vetë vendosja e fushatës të kalume. Kjo vetë vendosja e sëtme. Kjo nuk është vetë vendosja e qeverisjes. Kjo është vetë vendosja që këta menojnë që i populli ka qef me qenë vetë vendosja. Dhe dojnë me marrë në e votë. Që kjo është qaj mashtrimi madhë. Ylli s'po pajtohet, për gjithë dim, që pe gurve këni qitë donë kravata. Dakor, do shkëshërët. Pe gurve në kravata këni donë. Fushata mashtru se gjithë këni donë. A dinë ma që kërë ka bërë fushatën me zemër. Atyve militantave ju shku kadar në përshpia më ju thonë që sa e është vishë kështu për mi fitu zedhe, se na së si jem kja. Se na zbut na denë qatë pikë. Ylli ka mujtë me koni zbutën edhe i butë. Pro, që kjo fushat e lëvizjes së vendosjes, që kjo dalje e lëvizjes së vendosjes në studio, është dalje mashtruese, me qëllim mashtrimi të opinionit